Krijimi i mekanizmave të përbashkët publik-privat për financimin dhe promovimin e kërkimeve të reja gjeologjike dhe minerare. Ky është një prej objektivave të parashikuar në draft strategjinë kombëtare për zhvillimin e sektorit minerar 2026-2040, me qëllim nxitjen e partneriteteve strategjike ndërmjet sektorit publik dhe privat në fushën e kërkim-zbulimit dhe inovacionit minerar. Sipas dokumentit të nxjerrë për konsultim publik, përmes krijimit të fondeve të përbashkëta, granteve konkurruese dhe nismave të bashkëfinancimit, do të sigurohet mbështetje për kërkime të reja gjeologjike, zhvillim teknologjik dhe trajnime të specializuara. Këto mekanizma do mundsojnë reduktimin e riskut për investitorët, duke përfshirë gjithashtu dhe fondet evropiane për kërkim dhe inovacion. Në këtë mënyrë, sektori minerar shqiptar do të pozicionohet si një ekosistem i qëndrueshëm, inovativ dhe konkurrues, i aftë të kontribuojë në sigurinë e furnizimit evropian me lëndë të para kritike, thuhet ndër të tjera në dokument. Në draft strategji theksohet se situata aktuale e kërkimeve minerare në Shqipëri mbetet e dobët, pasi gjatë dekadës së fundit, kërkimet e reja eksploruese janë pothuajse të munguara. Shërbimi gjeologjik shqiptar nuk zhvillon kërkime aktive për mungesë fondesh publike, ndërsa rezervat ekzistuese nuk janë rivlerësuar sipas standardeve ndërkombëtare. Ndërkohë, sipas objektivave afatgjat, investimet private në kërkim-zbulim pritet të rriten me 30% deri në vitin 2030, si rezultat i skemave të bashkëfinancimit dhe klimës së përmirësuar të investimeve.